Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës i është përgjigjur kërcënimeve të vazhdueshme nga Serbia për luftë dhe pushtim të Kosovës. Ejup Maqedonsi thekson se kërcënimet janë reale dhe se Beogradi zyrtar ka vendosur 70% të ushtrisë në jug dhe jo larg kufirit me vendin e tij. Ne i shohim gjithmonë si të mundshme këto kërcënime. Ne i shohim gjithmonë të mundshme që Serbia në një moment mund të ndërmarrë veprime për të destabilizuar rajonin. Kjo është arsyeja pse ne jemi të përkushtuar që të ndërtojmë një forcë ushtarake të aftë për të mbrojtur territorin e Kosovës, për të mbrojtur jetën e qytetarëve tanë dhe për të kontribuar për paqen dhe stabilitetin në botë, duke përqafuar gjithmonë vlerat e NATO-s, vlerat perëndimore dhe duke shtyrë përpara interesat të cilat i kemi si vende demokratike, deklaroi Ejup Maqedonsi. Për herë të parë, forcat ajrore shqiptare janë përfshirë në stërvitjen Defender Europe 2025, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Shqipërisë. Në stërvitje po kryen veprime nga kërkim shpëtimi me helikopterët Cougar dhe Black Hawk të bazës ajrore të Farkës, deri tek mbështetja operacioneve toksore dhe gatishmëria për evakuime mjekësore. Stërvitja shumëkohshme Defender Europe 2025 është një nga stërvitjet më të mëdha dhe më komplekse të dekadës së fundit në Europë dhe Afrikë. Skenari është ndërtuar sipas nenit 5 të traktatit të NATO-s që simulon mbrojtjen kolektive të aleatëve në rast të një sulmi ndaj ndonjërit prej tyre. Aktivitetet ushtarake përfshin një sër operacione të shkallës së gjerë në disa shtete të Europës me fokus të veçantë në Shqipëri dhe Kosovë, ku zhvillohen trajnime për mbrojtjen e infrastrukturës kritike, sigurimin e pikave të embarkimit dhe menaxhimin e logjistikës avancuar. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kalimi nga Kosova në Maqedoninë e Veriut përmes pikës kufitare në Jazhin tani është vetëm një ndalesë. Nga pritjet kilometrike në kolon, në vetëm disa minuta për zëvendës kryeministrin Izet Mexhiti janë tregues se dy qeverit po punojnë interes të qytetarëve. Nëse në Bllaz kemi pas dilema do funksionon si do funksionon One Stop Shopi, u paqëm për një periudhë të shkurt, pra nga pritja me kolona u shndru për në pritje 1 minutë 2 për qytetarët që dukshëm e ka bo më të afërt Shkupin me Prishtinën. Sot e bëjmë Tetovën më afër, domethënë me Prishtinën dhe qytetet tjera. Pra dëshmojmë që këto dy qeverit janë qeveri në shërbim të qytetarëve, në realizim të projekteve që lehtësojnë qarkullimin e tyre, lehtësojnë domethënë edhe qarkullimin e mallrave. Ndërsa Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelar Zveçle vlerësoi se kjo do të sjellë dobi për qytetarët e të dy vendeve dhe veçanërisht për banorët e kësaj zone kufitare, të cilët do të mund të kalojnë këto procedura shumë më shpejt. Qytetarët e dy vendeve do të nënshtrohen kontrollës hyrje-hyrje. Do të thotë në vend se të ketë dy kontrolle të ndara, tashmë kemi edhe në këtë pikë kufitare regjimin e kontrollit hyrje-hyrje, fal bashkëpunimit të dy qeverive, të dy ministrive, por edhe të dy policive dhe dy shërbimeve doganore të vendeve respektive. Aksi rrugor Qukës Qafploç mund të jetë i aksesueshëm brenda kësaj vere. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku tha se për përfundimin në afatin e parashikuar në kantier do të punojnë me dy turne. Dhe nga ana tjetër, me përfundimin e pikërisht pjesës 3, ne synojmë që ta mbyllim të gjithë këtë vepër dhe ta dorëzojmë të përfunduar brenda fundit të kësaj vere. Të gjithë qytetarët shqiptar që kanë probleme me shlyerjen e detyrimeve tatimore do ta kenë më të vështirë për të qarkulluar me automjetet e tyre. Drejtoria e tatimeve ka bërë një marrëveshje me Drejtorinë e Shërbimit të Transportit Rrugor me qëllim verifikimin e të dhënave për mjetet në pronësi të qytetarëve që nuk paguajnë tatimet. Organet tatimore njoftojnë se nëse nuk paguani detyrimet në kohë, ju vihet mas sigurimi për automjetet dhe detyrimi do të mblidhet me forcë, ndërsa thirrja për të gjithë qytetarët është që çdo subjekt që hyn në transaksione shitblerje të mjeteve duhet të sigurohet që mjetet objekt transaksioni nuk i përkasin tatim paguesve debitor. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.